Miqtë të Business Magazine, jemi rikthyer live në kanalin ton të YouTube-it, këtu drejt për drejt nga Pallati i Kongreseve, ku përballë nes janë më shumë se 80 kompani që po ekspozojnë në sektor, në panajirin e energjisë, ndërtimit dhe ekonomisë së gjelbërt, në 3 sektorët kryesor që po udhëheqin dhe po dominojnë ekonominë shqiptare dhe që do jenë dhe shumë të rëndësishëm dhe për të ardhmen. Në këtë moment kam kënaqësinë që të kem pranë vete zotin Sajmir Tollumi, i cili është inxhinier dhe administratori MEPS Albania. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët zoti Tollumi. Mund të na thoni disa fjalë për MEPS Albania, për fokusin e kompanisë, në çfarë sektori operon kryesisht, kur është themeluar? Atëherë, sërish faleminderit. MEPS Albania është themeluar në 2017. Me fokusin kryesor në fushën energjetikës dhe konkretisht në atë fushën cilën isha specializuar më parë duke punuar për kompanitë lokale të cilat operojnë në fushën energjetikës në transmetim dhe në shpërndarje. Si nevojë e zhvillimit të tregut, ne u futëm dhe në energjitë e rinovueshme, fillimisht në hidro në 2018. Në po të njëjtin vit në solar në projektin e parë fotovoltaik në Shqipëri për parqe në nivelin 12 mega dhe kemi vijuar në këtë situatë duke ecur ndjekur trendin dhe rrisitë e fushës, gjithmonë duke pas një zhvillim të shumëfishuar dinamik në fushën e energjisë së rinovueshme, fokusin e projekteve solare. Ju thatë që jeni themeluar në vitin 2017. Kompania është një brand shqiptar, 100% shqiptare dhe në çfarë shërbime kryesisht ofroni në fushën e fotovoltaikëve, ku janë investimet kryesore. Nëse flasim për gjeografi, si është shpërndarja, jeni në Tiranë, jeni në Shqipëri? Kompania është 100% shqiptare dhe është themeluar si shtanë vitin 2017 me një emër i cili ka një kuptim të fushës inxhinierike, MEPS, ku kuptojmë M si menaxhim, E si ekzekutim, P si projektim dhe S si supervizim. Në po themi moton e saj të mbulojë fushën e energjisë së rinovueshme, të transmetimit dhe të shpërndarjes. Klientët tanë dhe projektet tona në përgjithësi shtrihen në gjithë Shqipërinë, kryesisht janë të fokusuar në këtë periudhë në zonën e po themi të Fierit, në zonën bregdetare të tokave të cilat nuk kanë arritur ende që të kenë një bonitet lartë dhe janë toka të pashfrytzuar në kryqësi, të cilat sot shteti joni ka dhënë një fokus zhvillimi për parqe fotovoltaike. Ne operojmë edhe në Kosovë, në di se Kosova është treg i cili për fat keq nuk ka performuar në këto vite. E presim që në 5 vjeçare në ardhshme Kosova të ketë zhvillimin që ne kemi në stadin që është Shqipëria aktualisht në këtë fazë që është. Pasi që Kosova ka ende shumë më tepër nevojë për diversifikim të burimit energjetik se sa ne. Në qoftë se flasim për klientët tuaj, ju më thanë klientët tanë janë kryesisht zona e Fierit, zona e Bregdetit. Këta klientë janë individ apo janë biznese? Atëherë ne mbulojmë edhe zonat që ne edhe projektet që ne quajmë rezidenciale, tregtare apo industriale, si edhe shkallën e tregtimit të energjisë elektrike. Individuale janë shtëpit apo biznese vogla secili që kanë një nevojë për të mbuluar konsumin e tyre në anë vetëprodhuese. Tregtare apo industrial janë kryesisht biznese mesme apo të mëdha të cilat duan të mbulojnë konsumin e tyre në anë vetëprodhuese në përputhje me instalacione fuqi, të cilat shkojnë deri në fuqi 0.5 MW dhe projektet tregtare të cilat nisin nga 0.5 MW deri në një fuqi maksimale të instaluar në Shqipëri 140 MW të një projekti vetëm flasim. Në këto kushte, klientët tanë në përgjithësi janë privat, janë investitor ose edhe biznesi që si shtanë duan për vetë konsumin e tyre.
ne u bë prej 2 vitesh jemi të fokusuar tek implante ndaja për shitjen e energjisë elektrike dhe konkretisht jemi sapo kemi përfunduar në Seman një projekt 20 mega, i cili përbëhet nga 8 projekte të ndarë. Nga fushia hidrike apo? Jo, nga fuqia instaluar për themi solare që marrin në megawatt pik. Është përbërë nga 8 projekte fragmentuar, i cili prej tyre nga 2.5 megawatt pik, të cilat janë me çmim të subvencionuar nga ana e shtetit për blerjen e energjisë elektrike për 15 vjet në përputhje me çmimet që meriton enti regulatori i energjisë. Një panajër patjetër është një moment shumë i mirë komunikimi për një kompani si juaj, për një brand si juaj, edhe networku dhe rrjedhëzimi, po patjetër dhe për të adresuar sfidat. Cilat janë sfidat kryesore që hasni kryesisht sot në sektorin tuaj dhe si adresoni ato? Atëherë, sfidat janë të shumta. Ka sfida që ne si kontraktor mund të adresojmë dhe mund të ndihmojmë, por ka edhe sfida të cilat ne nuk mund të bëjmë asgjë. Konkretisht janë sfidat ligjore, të cilat duhet vetëm shteti. Ka hendeqje ligjore, domethënë? Jo, hendeqje nuk ka, por ka burokraci, mungesë vullneti dhe burokracia, të cilat dëmtojnë investitorët, na dëmtojnë ne si kontraktor, duke na shkaktuar vonesat të panevojshme, të cilat mund të shmangishin lehtësisht me një vullnet më të qartë. Dhe kjo të sillte më pas dhe të njërat ekonomike, qoftë për sistemin e tatim takse, por edhe për investitorin apo për kontraktorin dhe duke krijuar një ekonomi qarkulluese. Ndërsa në raport me çfarë ne mund sfidat që ne përballemi, kryesisht ka të bëjë me një treg të paformatuar në mënyrën e duhur, mungesën e standardeve të qarta dhe një ofertë të pabarabartë në cilësi çmim në këtë treg. Nga operatorët privat apo? Nga operatorët që operojnë në këtë treg sikurse edhe ne. E kuptueshme. Ju folët pak dhe ka investitor, thatë, në qoftë se flasim për portofolin e kompanisë tuaj, domethënë këta investitor janë shqiptar, janë të huaj, dhe është Shqipëria një treg, ne kemi gati 320 ditë diell në vit, është Shqipëria një treg potencial për investitorët e huaj? Atë investitorët tanë janë 90% shqiptar dhe po themi një 10% të huaj, për shkak se kemi dy projekte aktuale, të cilat i kemi në pritje të lejes së ndërtimit me investitorë të huaj, që janë dhe me kapital të huaj. Mirë po, Shqipëria vërtet është një vend i cili ka një periudhë relativisht gjatë me diell, por ka shumë barriera burokratike e ligjore, të cilat pengojnë investitorët e huaj dhe mbi të gjitha nuk ka një stabilitet ligjor. Ne për fat keq në këto vite e fundit kemi ndryshuar shpesh rregulla e lojës, veçanërisht në ligjet ekonomike, dhe kjo i step investitorët e huaj. Ndër të tjera, masa e mëdha të marra nga institucionet e reja të drejtësisë është vetëm që masa e parë është arrestin e burg, për çfarë do lloj biznesmeni apo funksionari publik të përfshirë sjell pa siguri. Okej, ndikon. Veçanërisht në klima e biznesit në Shqipëri klima e biznesit në Shqipëri, unë do thoja që nga sytë e huaj shihet jo e qëndrueshme dhe me besueshmëri të lartë. Megjithatë, të gjithë investitorët e huaj shpresojnë që me parafrimin e legjislacionit tonë me atë europian ne do krijojmë stabilitet të caktuar dhe do mund të ecim. Veçanërisht kjo shihet jo në investimet e real estate, por në këto investime afatgjata për projekte energjetike. Sfida e dytë që ky sektor has është stabiliteti i rrjetit, kapaciteti për të integruar këto burime të rinovueshme në këtë rrjet, dhe natyrisht që ne jemi vend i vogël
dhe si tillë sipërfaqet të cilat ne mund t'i vëmë në shfrytëzim për këtë projekte kemi pak të limituara. Limituara, e kuptoj. Ju jeni inxhinier, jeni specialist, nëse Shqipëria do e shfrytëzonte, le të themi, gjithë potencialin e saj për të prodhuar energji të pastër, a mund të ishim në gjendje që edhe të eksportonin për botën, për rajonin? Apo kjo është shumë klishe? Ne kemi arritur që të diversifikojmë po themi burimet tona të prodhimit të energjisë elektrike. Sot jemi ndër pakat vende në botë, jo në rajon vetëm, që jemi në 100% në energji të rinovueshme, por mbi të pjesë do thosha që mundësia që ne të kthehemi në eksportuesin e energji elektrike është reale. Pse? Sepse sipërfaqet që ne kemi aktualisht në zhvillim, dhe ato sipërfaqe që ne pritem është parashikimi që fuqia instaluar mund të kalojë 1 gigawatt pik në fuqi solare. Por nga ana tjetër, siç e tham, rrjeti transmetimi nuk është gati. Pritet që në 5 vitet të ardhshme ne të kemi rrjet shumë të stabilizuar në të investimet që po kryhet, por nga ana tjetër edhe sistemet e ruajtjes së energjisë apo të balancimit të nevojave të rrjetit, kërkesa për konsum dhe kapaciteti i prodhuar duhet të sistemohen nga operatorët e rrjetit dhe njësitë e gjenerimit që janë të keq dhe ose për të krijuar mundësinë e balancimit të kërkesës me ofertën e prodhimit të energjisë elektrike. E kuptoj, e qartë. Kjo do një kooperim shumë ngushtë të sektorit publik dhe privat dhe sigurisht edhe një vullnet shumë mirë politik edhe është shumë e rëndësishme që vullneti politik të përputhet me vullnetin teknik. Në rast të kundërt, rastet e një blackouti si ai që ndodhin për shkaqe teknike dhe sjellin dëm dhe pasojë ekonomike apo edhe të tjera për te ekonomike, të cilat mund të jenë shumë të mëdha dhe shpeshherë mund të ndodhin edhe të pariparueshme. Faleminderit që ishit me ne sot. Miq të Business Magazine, rikthehemi së shpejti me një tjetër intervistë. Faleminderit që po na ndiqni.